Festa e kushtimit të Krishtit në tempull, e njohur dhe si festa e rregulltarëve dhe rregulltareve, u kremtua në Kishën Katedrale të Shkodrës. Kremtimet nisin me një meditim të shkurtër shpirtëror në Kishën e Motrave Stigmatine, pas të cilit u bë bekimi i qirinjve, me pas u zhvillua procesioni liturgjik nga Kisha e Motrave Stigmatine drejt katedrales si shenjtës së përbashkët në dritën e Krishtit. Sot kisha dhe vetë qyteti pret ende shumë nga jetë e kushtuar. Jo një prani anësore apo vetë referenciale, por një prani profetike e aftë të banoj pyetjet, plagët dhe varfëritë e kësaj kohe. Të ndallosh shenjat e kohës do të thotë të lejosh veten të pyetet nga realiteti, nga të rinjt në kërkim, nga familjet të brishta, nga të varfërit, nga një shoqëri që shpesh jeton sikur hy të mos eksistonte. Jeta e kushtuar është e thirrur të jetë dritë që zgjon, dritë që ndriçon, dritë që jep shije jetës. Një dritë që digjet nga dashuria. Edhe jeta e kushtuar është e thirrur të ecë në rrugën e bashkimi dhe bashkëpunimi, brenda bashkësive dhe në të gjithë kishën dioqesane. Asnjë karizmë nuk mund të ecë i vetëm. Secili është dhurata për mbar bashkësinë.